presidentën ose një kandidate për presidentën në listë, cila do të jetë përqasja juaj? Për LDK mbetet që fillimisht të del partia e parë, të krijohen institucionet dhe të njëjtën kohë me seriozitet maksimal të angazhohet dhe të siguroj pajtueshmërinë edhe partive tjera që presidenti Osmani të mbetet presidentet, të rimarr edhe një mandat, për shkak që e kemi pa që këto zgjedhje jemi, sepse lëvizja vetëvendosje nuk e dashti Vjosa Osmanin presidente, e pengoj pse shkoj në bordin e paqes, e pengoj pse ja zgjati dorën Donald Trumpit, dhe gjithë kjo lëvizja vetëvendosje e ka pas për qëllim me pas një president të dopt. Prandaj LDK-ja ka shku me kandidat të fortë, sepse Kosovës i duhet një president si Vjosa Osmani, i duhet që qytetarët të njihen të përfaqësuar dhe të respektuar me propozimin e tyre, dhe besojmë që konsenzusi duhet patjetër të arrihet, por ne do të punojmë 24 orë pas zgjedhjeve për të arritur këtë konsenzus. Jo me arrogancë dhe jo me stilin e kam një propozim për lëvizjen vetëvendosje dhe të brendon imazhin e Agim Batirit si përpjekje për të zgjedhur presidentin. Pra, sa ka pas pra seriozitet lëvizja vetëvendosje për zgjedhur presidentin. Momentin e fundit që i ke deputet për të penguar deputetet e Lidhjes Demokratike të Kosovës në konferenca. Pra, jo si qëllim serioz krye partia me shku, me pas qasje serioze, me pas angazhim serioz, por me shku me ba cirke të cilat janë ofenduese ndaj qytetarëve. Një parti si LDK nuk kam i bë kur asnjëherë, prandaj 7 qershorit e presim jashtëzakonisht me entuziazëm, sepse qytetarët kanë pa gjithçka dhe besoj që do ta vlerësojnë qasjen e LDK-s dhe do të besojnë shumë në qasjen e LDK-s për të zgjedhur presidentën. Cila do të jetë trajektoria që do ta kërkojë AK-ja në këtë situatë, zoti Bislimi?